duam më shumë Shqipërinë. Kështu kënduan të parët tanë. Në Shqipëri edhe dielli lind nga perëndimi. Tha rilinda si tanë. Shqipëria në perëndim e ka zanafillën nga shpata e Skënderbeut. Për të shkuar të rilindja kombëtare ku u ngjis si ide. Dhe kur u kthyen në merit në luftën e dytë botërore. Kur shqiptarët u rreshtuan në krahun e dur të historisë. Pastaj e humbëm rrugën për gjysmë shekulli dhe klithëm nga thellësia e vetdijes kombëtare në këtë shesh në dhjetor të 90-s e duam Shqipërinë si gjithë Europa. 35 vite ecëm, u rrëzuam, u ngritëm. Ne shqiptarët, ne socialistët ndërtuam, disa të tjerë pas ne shprishën. Dhe pastaj ne gjetëm një timonier. 12 vjet më parë, timoni Shqipërisë e mori Edi Rama. Punuam në çdo cep të Shqipërisë për t'i dhënë fytyrë europiane. Dhe arritëm në ditën e sotme. Sot është dita për t'i dhënë vulën ëndrrës së rilindjes kombëtare për Shqipërinë europiane, sepse ne jemi Europa. Shqipëria është Europa. Shqiptarët janë europian. Në Korçë, në Pogradec, në Maliq, në Devoll, në Pustec, në Kolonjë, kemi punuar krahas shqiptarëve në gjithë